Tensionet e tarifave mes SBA-s dhe shteteve të tjera nuk do të lënë Shqipërinë jashtë ndikimit. Banka e Shqipërisë konsideron se do të shihet më tej nëse do të ketë një impakt në investimet e huaja. Vetëm për të parë se cila do të jetë, po themi, rezultati i këtij zhvillimi që ka ndodhur në tregjet ndërkombëtare, por sidoqoftë në rast se ai shoqërohet me rritje të pasigurisë, ka shumë mundësi që të ketë rritje të normave të interesit, rritje të presioneve inflacioniste dhe kjo të ndikojnë në termat konsumit dhe të investimeve në përgjithësi. Megjithatë, viti 2024 shënoi një situatë optimiste për shkak të uljes së presionit që shkaktohen nga jashtë Shqipërisë. Sidoqoftë, presionet inflacioniste kanë ardhur përgjithsisht në rënje dhe kjo ka bërë që bankat qendrore në përgjithësi të ndjekin një politikë monetare lehtësuese. Madje rritja ekonomike në 3 muajt e fundit të vitit të shkuar ishte optimiste. Ekonomia shqiptare u rrit me 4.1% në terma vjetor. Rritja ka qenë e mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe investimet kryesisht të sektorit privat. Klodion Shehu, drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar, shpreh se bankat e Shqipërisë kanë kaluar provën e stres testit dhe se kanë vijuar të mbështesin me kredi investimet.